Gjatë takimit në Elbasan, drejtuesi politik I koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha ju drejtua votuesve socialist duke u bërë thirrje të mos bien sërish pre mashtrimeve të pushtetit. Basha tha se Rama në 12 vite u solli përdhunues, trafikant, I gënjeu në vitin 2017, I gënjeu edhe në vitin 2021. Basha mëtej u kërkoi që të ndajnë mendjen në 11 maj, do të jenë me prindërit që kanë hallin e fëmijëve tuaj apo me të korruptuarit dhe kriminalët e Ramës. Shikoni se si jeni vjedhur e varfruar këto 12 vite. Votonit për ndryshim, votonit për shpresë, e shikonit korrupsion, hajdutëri, një grush njerëzish që pasurohen kurrizin tuaj, një grush njerëzish që sot janë para drejtësisë, që kanë përthithur gjitha fondet që duhet shkonin për ju dhe fëmijët tuaj. Ndaj shkunduni, merrni fatin tuaj në dorë, bëjni syt 4 dhe me 11 maj, sot një javë, votoni për veten tuaj. Nga Elbasani, drejtuesi I koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha u shpreh se zgjedhjet e 11 majit janë një çelës në duart e qytetarëve dhe se u takon atyre të vendosin, do të hapin derën e burgut për të korruptuarit e Edi Ramës dhe për të nxjerrë Ilir Metën, apo do të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Është një çelës. 3 herë me atë çelës, çfarë keni bërë? Keni hapur derën për afera korruptive. Keni hapur derën për vjedhje masive. Keni hapur derën për fëmijët tuaj që të largohen nga Shqipëria, jo për qef, po sepse nuk kanë shanse, nuk kanë mundësi në Shqipëri. Tani me 11 maj do keni prap çelësin në dorë. Një herë në 4 vite, një herë në 1460 ditë. Çfarë do bëni me këtë çelës? Do hapni derën e qelis, që dalin shokët e Ramës nga 77-313. Do hapni derën e qelis për Ilir Metën, që të vazhdoj ta luftoj korrupsionin siç di ai ta luftoj. Apo do të votoni për veten tuaj, për fëmijët tuaj, për të ardhmen tuaj, numri 4, koalicionin Euroatlantik. Basha u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin koalicionin Euroatlantik, duke votuar numrin 4 si e vetmja shpresë dhe mundësi reale për ndryshim.